3 persona janë arrestuar në Lezhë dhe një tjetër është shpallur në kërkim për vepra të ndryshme penale. Sipas Bluve, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasin Klodian Meqe, 40 vjeç, banues në Lezhë, pasi gjatë kontrollit në automjetin dhe në banesën e tij u gjetën një sasi lëndë e dyshuar narkotike e kanabis, një përforcues grushti, disa fishek dhe një pistolet çakmak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë arrestuan në flagrancë shtetasin Ronaldo Sinani, 26 vjeç, banues në Lezhë, pasi ka thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi caktuar nga gjykata për veprën penale vjedhje kryer në bashkëpunim. Gjithashtu policia referoi materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin Rolando Gjoka Sinani, 46 vjeç, banues në Lezhë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj ish-bashkëshortes së tij, shtetases MP, 32 vjeçe, banuese në Lezhë. Shtetësja MP u pajis me urdhër mbrojtje, ndërsa gjatë kontrollit në banesën e 46 vjeçarit, shërbimet e policisë kanë gjetur dhe sekuestruar një mjet prerës thik dhe një sasi municioni luftarak, ndërsa specialistët e seksionit qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin Taulant Haxhiu, 30 vjeç, banues në Milot, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi.